Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot kam përzgjedhur që të flas rreth temës mëkatet dhe pasojat e tyre në jetën e njeriut. Në ajetin 40 të surës Ankebut, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadhna bi dhanbi, faminhum man arsalna alayhi hasiba, wa minhum man akhadhathu as-sayha, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ne të gjithë i dënuam për gjunahun e vetë. Disave u dërguam furtunë, disa syresh i goditi një zë i tmerrshëm, prej tyre i gëlltiti toka dhe të tjerët i përmbyti uji. Allahu nuk u bëre atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Ky ajet i bekuar na thot se popujt e mëparshëm u ndëshkuan për shkak të gjunaheve të tyre, dhe jo për shkak të gjunaheve të tjerëve. Pra, sipas këtij ajeti, çdo kush është përgjegjës për gjunahet e veta, dhe askush nuk ndëshkohet për gjunahet e tjetrit. Po ashtu, ajeti na thot se Allahu nuk u bën pa drejtësi njerëzve, por ja njerëzit ata që i bën pa drejtësi vetave të tyre. Në trashëgiminë islame, në përgjithësi, dhe në trashëgiminë e ehli bejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, në veçanti, gjenden shumë lutje të ndryshme. Prej tyre është edhe lutja e Kumejl ibn Ziyadit, që Imam Aliu paqja qoftë mbi të, ja mësoi Kumejlit, një prej shokëve të tij të ngushtë. Kjo lutje ka një vlerë të pachmueshme dhe është një mjet i afrimit tek Allahu fuqiplot. E shumta e përmbajtjes së kësaj lutjeje është Kur'an. Kjo lutje është mirë të lexohet në çdo kohë dhe veçanërisht në natën e ditës së xumas. Në këtë lutje vërejmë se përmenden njësër pasojash të mëkateve, pra pasojat që sjellin mëkatet në jetën e njeriut. Në këtë lutje, pra ndër të tjera, përreth pasojave pra të mëkateve në jetën e njeriut, në këtë lutje thuhet, pra së pari: O Zot, më fal mëkatet që shqyen mbrojtjet. Shprehje pra shqyen mbrojtjet, tahtikul isam, që është në gjuhën arabe, nënkupton shkatrimin e barrierave që ndalojnë të keqen dhe fatkeqësitë, si dhe hapin rrugën për humbjen dhe braktisjen nga Allahu fuqiplot. Dhe duke shkaktuar pra turp e tmerr në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra, mëkatet pra
shkatërrojnë ato për barrierat mbrojtëse, që e ruajnë, e mbrojnë njeriu nga të këqijat. Sipas një transmetimi nga Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, mëkatet që shkatërrojnë barrierat mbrojtëse janë e parë. Pra mëkati i parë është pirja e alkoolit. Së dyti, lojrat e bigjozit. Së treti, argëtimi që nxit të qeshurën dhe humbjen e seriozitetit. Dhe i katërti, përgojimi dhe përmendja e të metave të njerëzve. Këto katër lloj mëkatesh pra shkatërrojnë, largojnë barrierat mbrojtëse nga njeriu. Dhe automatikisht pra njeriu bie në atë knetën e të këqijave dhe të mëkateve, sepse nuk ka mbrojtje. Po ashtu është edhe shoqërimi me njerëzit e dyshim, edhe ky pra çon në shkatërimin e barrierave, të mbrojtjes. Së dyti, Imam Aliu pra në këtë lutje thot: o Zot, më fal mëkatet që sjellin ndëshkime. Pra siç ishin ndëshkimet e popujve të mëparshëm, për shkak të mëkateve të tyre, për shkak të homoseksualitetit, për shkak të padrejtësisë, për shkak të dhunës, e të tjera. Pra këtu, fjala niqam, që është për në lutje në arabisht, është për shumë si fjalës ndëshkim. Dhe kjo është e kundërta e mirësisë, dhe nënkupton pra dënimin, humbjen dhe fatkeqësinë. Sipas Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, mëkatet që sjellin ndëshkim janë mosbindje ndaj Allahut, pra të kundërshtosh krijuesin. Allahu na ruaj. I dyti, tallja dhe përqeshja e njerëzve. Pra edhe ky mëkat pra sjell ndëshkim. I treti, mos pajtimi, pra në mesin e njerëzve, ndërkohë që Allahu na thot në Kur'an: pajtohuni, mos u grindni, mos u përçani, bashkohuni, jeni një dorë vetme. Pra edhe mos pajtimi sjell ndëshkime. Po ta shohim në realitet, fatkeqësisht për këto, ky mos pajtim që gjendet veçanërisht në mesin e muslimanëve, ka bërë që të sillen ndëshkime të ndryshme mbi ummetin islam. Dhe mëkati i katërt që sjell ndëshkim është padrejtësia, që është e përhapur në mbar rrezullin toksor. Thjesht drejtësia është boj mbi letër dhe asgjë më shumë. Ajo që praktikohet është padrejtësia. Padrejtësia e njeriu ndaj vetes, padrejtësia e njeriu ndaj krijuesit, padrejtësia e njeriu ndaj familjes, padrejtësia e njeriu ndaj tjetrit, e të tjera lloje padrejtësish, me të cilën pra është mbushur e gjithë njerëzia. Padrejtësia pra do të thotë mohimin e të drejtës për çdo kënd, shkeljen e të drejtave të tyre. Feja islame e ndalon rreptësisht padrejtësinë. Islami urdhëron për drejtësi, siç thot ajeti 90 në surën Nahl: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësi, mirësi dhe ndihmë për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e ndyta, veprat e këqija, veprat e shëmtuara dhe dhunën.
dhe pa drejtësinë. Ai pra Allahu ju këshillon në mënyrë që t'ja vini veshin këshillës Allah. Pra bëni vetëm drejtësi, mirësi, largohuni nga pa drejtësia, largohuni nga të këqijat, nga imoraliteti, nga e shëmtuara, sepse ai që i vepron këto, ai do të ndëshkohet. Së treti, Imam Aliu thot pa në lutjen Komel, o Zot më fal mëkatet që ndryshojnë mirësitë. A ka njerëz që Allahu ka mirësuar, por sahabët mbyllsy këto mirësi pra shndrohen. Shndrohen në fatkeqësi. Dhe këtë jo pa shkak. Po ka njerëz të cilët pra Allahu i ka mirësuar, u largohen mirësitë dhe me njëherë thonë, o Zot, pse ma largove? Nuk është Allahu ai që ta largon mirësinë, je vetë ti o njeri që e largon mirësinë, begatin që Allahu të dha, duke bërë mëkate. Sipas Imam Sadikut paqja qoftë të mëkatet që i largojnë mirësitë janë, pra ti dëgjoj mirë. Ti dëgjoj mirë pra. Para se të fajsojmë dikë tjetër, apo të fajsojmë krijuesin, dhënësin, Allahu na ruaj. E para, mëkati i parë që largon pra mirësitë është shtypja dhe padrejtësia ndaj njerëzve. Sepse ai njeri që Allahu e mirëson e begaton me mirësi, ai arrit bëhet tiran. Ai bëhet i padrejt, bëhet i dhunshëm, bëhet arrogant. Sepse kujton se pasuria është gjithçka dhe ka kapur qiellin me dorë me pasurinë, por është e kundërta. Mëkati i dytë që largon mirësitë është kundërshtimi i dietarit. Mëkati i tretë mos mirënjohja ndaj mirësive. Pra Allahu ta ka dhënë të mirësi, vallë, a e falenderon apo jo? Allahu ta ka dhënë mirësinë, pasurinë, ku e shpenzon? A e shpenzon aty ku kënaqet Allahu apo aty ku zemrohet? Dhe mëkati i katërt që shkakton pra, o largon mirësitë është idhujtaria ndaj Allahut, pa shirku. Inna shirka la dhulmun adhim. Pra, idhujtaria është një padrejtësi e madhe ndaj Allahut. Prandaj pra, të kemi kujdes sepse mëkatet pra kanë pasojë të rënda në jetën e përditshme. Së katërti, Imam Aliu a.s. thot, o Zot, më fal mëkatet që pengojnë përgjigjen e lutjes. A ka njerëz që thonë, unë lutem për ditë, çdo orë, çdo minutë, por nuk je përgjigje. Kjo mos përgjigje e lutjes ka dhe është kaqe dhe sa. Pengesa e përgjigjes e lutjes do të thotë pra që lutja nuk pranohet, por refuzohet, për shkaqet e saj. Sipas Imam Sadikut paqja qoftë të, mëkatet që e ndalojnë pranimin e lutjes janë. E para qëllimi i keq. Pra ti lutesh, por ke një qëllim të keq në këtë lutje që bën. Njerëzit nuk ta dinë qëllimin, Allahu e din. Prandaj pra lutja jote nuk qen përgjigje nëse ke qëllim të keq në këtë lutje që kërkon. Mëkati i dytë pra që pengon pranimin e lutjes është hipokrizia, sëmundje më e keqe. Janë pra njerëzit më të rrezikshëm. Si thot Imam Aliu në një thënie, sa i shëmtuar është ai që ka 2 fytyra dhe 2 gjuhë. Mëkati i tretë që pengon pranimin e lutjes është pra mos besimi se lutja jote do të gjejë pranim. Ndërkohë që Kurani i Shenjtë na thot lutuni mua dhe unë ju përgjigjem ju. Pra ka njerëz të cilët
Edhe pse lutën, ata nuk besojnë se të gjithë përgjigje lutja atyre. Dhe ky pra është një mëkat dhe pengon pranimin e lutjes. Mëkati i katërt është hipokrizia ndaj vëllezërve në fe. Pra ta takosh me fytyrë të qeshën, ndërsa në zemrën tënde mban urrëtie për atë, mban armiqësi për vllajën tënd në fe. Lutja e këtij personi të tillë nuk gjen përgjigje tek Allahu fuqiplot. Dhe e pesti është vonimi i faljes së namazit nga koha e tij. Pra ka njerëz hase ka kohë, e shtyn faljen e namazit. Nëse vjen koha e yles tani, hase ka kohë, deri në orën 4:30 vjen një qindije, ka kohë, edhe e shtyn, e vonon faljen e namazit. Pra vonimi i faljes së namazit nga koha e tij është pra shkak për mos pranimin e lutjes, mos gjetjen përgjigje të lutjes pra. Së pesti, Imam Aliu në lutjen Komel thot: O Zot, më fal mëkatet që sjellin sprovat. Sigurisht ne jemi në atë fushën e sprovës në këtë jetë. Allahu na sprovon me smundje, me varfërinë, me pasurinë, me dije, e me të tjera. Por, ka edhe sprova, pra, të vështira. Dhe këto sprova nuk vinë vetë. Ato, pra, kanë shkaqe. Dhe sprovat vinë, pra, për shkak të mëkateve, gjunaheve. Sipas Imam Zejnul Abidin, Imam Sejjadit, paqja qoftë mbi të, mëkatet që sjellin sprova janë mos ndihma e të pikëlluarit, mos mbështetja e të shtypurit, e të privuarit. Dhe treta, braktisja e urdhërimit në të mirë dhe e ndalimit nga e keqja. Pra këto tre mëkate, pra, sjellin sprovat, fatkeqësi, problemet. Së gjashti, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në lutje Komel, pra thot: O Zot, më fal mëkatet që presin, shkëpusin pa shpresën. Allahu na ruaj. Sepse shpresa është ajo që e mban gjallë njeriu. Shpresa tek Allahu fuqiplot duhet gjithmonë të jetë e pranishme tek ne. Kur të mos e shkëpusim, mos e presim shpresën nga Allahu, nga mëshira e tij, nga dhënia e tij, nga falja e tij. Sipas Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, mëkatet që e presin, e shkatërrojnë, e shkëpusin pra shpresën janë: e para, kur njeriu pra e humb shpresën nga mëshira e Allahut. Ndërkohë që Kurani thot mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet në përshtim të vënies shokat i. Idhujtarin, politeizmin nuk e fal Allahu. Çdo gjë tjetër ai pra nëse dëshiron e fal. Sepse ai është falës i madh. Mëkati i dytë që çon pra në humbjen apo në presën, në shkputjen e shpresës, është dëshpërimi nga falja e Allahut fuqiplot. Pra një njeri dëshpërose duke menduar, duke fantazuar se Allahu nuk do ta falë. Përkundrazi, në Kur'an Allahu thotë që Allahu fal shumë. Allahu fal shumë. Mëkati i tretë është mbështetja tek të tjerët dhe jo tek Allahu. Ndërkohë që Kurani thotë: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Pra, mbështetu tek i gjalli, i përhershmi që kur nuk vdes. Dhe mëkati i katërt është mohimi i premtimit të Allahut. Ndërkohë që Allahu thotë që, në Kur'anin na thotë që Allahu
nuk e thyen kur premtimin e tij. Allahu e mban premtimin e tij. Jemi ne njerëzit që e thyen premtimin kur i premtojmë dikujt. Jo Allahu fuqiplot. Allahu e mban premtimin. Ashtu siç i ka premtuar besimtarve se do t'i shpërblej me xhenet të përjetshëm, po ashtu do t'i ndëshkoj edhe mëkatarët me zjarrin e përjetshëm. Të dashur vëllezër dhe motra, nga këto 6 fragmente të mrekullueshme të lutjes Kumel, kuptohet qartë se të këqijat që e godasin njeriu në vështirësi dhe problemet që e rrethojnë atë, janë për shkak të veprave të tij të këqija dhe të mëkateve që ai bën me fjalë apo me vepra. Sa bukur na thot Allahu fuqiplot në ajetin 30 të surës Nisa: "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çfarëdo fatkeqësie që ju godet është si pasojë e asaj që keni bërë vetë me duart tuaja. Por ai Allahu fal shumë. Pra, të mos fajsojmë askënd për problemet dhe fatkeqësitë tona, por të fajsojmë veten tonë, sepse ato fatkeqësi dhe probleme që na godasin janë si pasojë e veprave tona. Në ajetin 21 të surës Nur, Allahu i madhëruar na urdhëron të mos e ndjekim gjurmët e shejtanit të mallkuar, sepse shejtani nxit për të bërë gjunahe. Allahu thot: "O ju që keni besuar, mos ndiqni gjurmët e djallit. Kush ndjek gjurmët e djallit, do të nxitet nga ai për nga djalli të bëj vepra të këqija e të shëmtuara." Prandaj për të dashur vëllezër dhe motra, të gjithë ne gabojmë, të gjithë ne bëjmë gjunahe, të gjithë kemi nevojë për faljen e gjunaheve e të gabimeve që ne bëjmë ditë e natë. Në Kur'an, në Kur'an ka ajete që flasin për faljen e gjunaheve, të cilat Allahu për na i falën. Dhe ndërto pra është ajeti 116 i surës Nisa, ku thot vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç atij, por gjunahet e tjera më të vogla ai ja fal pra kujt të dojë. Në një ajet tjetër të bekuar të Kuranit, Allahu na fton në kërkimin e faljes, dhe pikërisht pra në ajetin pra 133 të surës Ali Imran, ku thot: "Nxitoni drejt faljes e gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësirat e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshëm, për ata që kanë frikë Allahut." Ndërsa në surën Zumar, në ajetin pra 53 thuaj, Allahu i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi: "Thuaj, o robët e mi, që i keni bërë keq, keni bërë pa drejtësi vetëve tuaja pra, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu me siguri i fal të gjitha gjunahet. Vërtet ai është falësi i madh dhe mëshirëploti." Prisi besimtarëve, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Nuk ka në Kur'an ajet më gjithëpërfshirës dhe më shpresdhënës se sa ky ajet." Pra kur të mos hezitojmë, ti kërkojmë falje Allahut, të pendohemi dhe të kthehemi pra tek ai. Qofshim për atyre për të cilët flasin ajetet 87-89 të surës Shuara, ku thuhet: "Dhe mos më turpro në ditën kur do të ringjallen njerëzit, në ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi as pasuria, as fëmijë, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu." E lutë Allahu fuqiplot
të na i falë mëkatet dhe të na pranoj lutjet tona, punët tona, insha Allah, për hir të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe familjes së tij të pastër dhe për hir të mëshirës së tij të madhe. Allahu ju ruajt, ju begatoft, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.